Opinioni publik është njohur me ngjarjen e elmimit të fëmijëve në Gramsh, një ngjarje shumë e rëndë që në një shtet normal duhet të kishin kërcitur prangat për përgjegjësitë e atyre që rrezikuan jetën e fëmijëve, por duket se edhe hetimi i nisur do të marrë krejt një rrjedh tjetër, të mësuar tashmë që bandat e rilindjes në polici dhe prokurori i koordinojnë aq mirë punët, saqë nuk është për t'u habitur që të dalin fajtor në gjykatë fëmijët që ngrën supën e gatuar me mishin e prishur. Kush do ta hetojë çështjen? Prokurori i ngarkuar me zbardhjen e së vërtetës së elmimit të fëmijëve në Gramsh është vllai kryetarit të bashkisë, që këtu pikpyetjet shtohen e përgjigjet shkojnë atje ku tha më lart. Besion Ayazi, kreu i bashkisë së Gramshit dhe vllai Krishnik Ayazit, kryeprokuror në qarkun e Elbasanit, ka folur në lidhje me infektimin me salmonel të fëmijëve në kopshtin publik numër 1 të Gramshit. Sipas tij bëhet fjalë për disa raste të izoluara ku disa fëmijë janë paraqitur në spital me simptoma të dyshimta, ndërsa deri më tani nuk ka asnjë konfirmim për elmim masiv apo për shkaqet e sakta të gjendjes së tyre shëndetësore, pasi analizat ende nuk kanë përfunduar, që nga deklarimet e kreut të bashkisë që është përgjegjës direkt për kopshtet dhe çerdhet, derisa ata duan të fshihin të vërtetën e kësaj ngjarje të rëndë. Në fillim mashtrojnë publikun e pastaj vijon procedura e mbylljes së çështjes me veglat e sistemit të drejtësisë.